Zotri Maksim Dimitrievski, të nderuar kolegë të Këshillit Komunal të Qytetit të Kumanovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe shtetërore, ekselencët tuaja, të nderuar mysafir, përfaqësues të komunave mike brenda dhe jashtë vendit, të nderuar përfaqësues të mediave, bashkëqytetar, zonja dhe zotërinj. Pothuajse 3 qershku pas lirimit të Kumanovës, qyteti im qëndron i fortë në ruajtjen e karakterit multietnik dhe të besimit të ndërsjellë. Për dallim nga qytetet tjera, Kumanova tregoi unifikim me kuptim dhe shembull se bashkimi bën fuqi. Në tërë këto vite, gjeneratat e kaluara u gjetën pranë shumë sfidave, por asnjëherë duke mos u gënzuar para tendencave për të prishur harmoninë. Sot mund të flasim për një qytet me kulturë evropiane, me një qytet me perspektivë dhe për një qytet i cili është shndruar në shtëpinë e të gjithëve. Pas 73 viteve liri mund të flasim me krenari për një qytet i cili dha shumë Maqedonisë, por jo edhe një Kumanovë që mori mjaftueshëm nga organet shtetërore. Por sfida jonë e të gjithëve bashkërisht nuk është rritja e numrave të lirisë, por rritja e lirisë dhe zvoglimi i numrave emigrues. Në këtë periudhë kur qyteti po përballet me një emigrim masovik, neve kemi marrë përgjegjësinë për të ecur bashkërisht proceset para me qëllim forcimin e ngjyrave të jetesës, bashkëjetesës, motivit për ndryshim dhe zhvillimit të barabartë. Të gjithë ne që sot mbi supë bartin barrën e përfaqësimit demokratik duhet ta kemi të qartë se demokracia ka një kosto, e cila është kundërvijë me punën, zhvillimin dhe emancipimin. Të gjithë ata që sot Kumanovën e shohin si shembull bashkëjetese, shembull bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, duhet ta kenë të qartë se si në luftë, ashtu edhe në paqe apo të ndryshe në dashuri, duhet të ekzistojë vullneti i dy palëve. Andaj vlerësoj se sot përgjegjësia jonë mbetet në përkushtim ndaj barazisë dhe vlerave të përbashkëta qytetare. Kur them barazisë, në tekst vendos zhvillimin e barabartë në sferën e arsimit, kulturës dhe ekonomisë. I potencoj këto 3 shtylla me qëllim përkujtimit ndaj të gjithëve se ndër vite, ndarja më e fortë është ngritur në nivelet e diskriminimit arsimor, kulturor dhe ekonomik urbanistik. Prandaj sot ndjej përgjegjësinë personale, familjare dhe shoqërore, që pas 73 viteve të kërkoj liri dhe barazi. Barazi shoqërore, ekonomike, arsimore, kulturore dhe gjinore. Për këtë të fundit dua gjithashtu të rikujtoj që sovrani lokal tregoi gatishmëri dhe guxim për të besuar femrave përfaqësimin adekuat në institucione, barrën në vendimarrje dhe shtytje të proceseve para. Kumanova, historikisht jo më lart se 2 dekada më parë, ka ditur të dëshmojë se është qendër evoluosi së ndryshimeve të mëdha. Prandaj sot dua të potencoj se akoma ekziston vullneti politik dhe intelektual për vendime dhe ndryshime në të mirë të gjithë qytetarëve. Koha e atyre që nuk kanë parë ndryshe përveç nga prizmi i tyre ka përfunduar. Si përfaqësuese në Këshillin Komunal do të jem gjithmonë në mbrojtje të interesit të qytetarëve, të bashkëmoshatarëve që akoma nuk kanë gjetur perspektivën e tyre dhe të gjithë atyre femrave që deri më tani kanë hezituar të rreshtohen në frontin e vendimeve dhe përgjegjësive shoqërore. Mes tjerash, të paktën për mendimin tim, kjo nuk kupton liri. Kumanova do të frymojë lirë duke qenë kështu edhe leksion për lirinë e qyteteve tjera. Ju faleminderit për momentin.